Ende nuk ka një emër nga Selia Blu për garën që do të nisë për Bashkinë e Tiranës. Në konferencën kësaj të premte për mediat, kryedemokrati Sali Berisha erëzoi plotësisht zërat për një kandidim të mundshëm të mjekut Ilir Ali Mehmeti. Nga ana tjetër, Berisha pyet nëse Lira Çepani, bashkëshorte të ndjerit Gerti Bogdani, do të jetë kandidatë e opozitës për garën në Tiranë. Tërish Berisha ju shmang përgjigjes duke thënë se ka ngarkuar një grup prej 3 personash që do të negocion me partitë e tjera për një kandidat të përbashkët të opozitës. Emrat për të cilat Berisha foli është Flamur Noka, Belin Kolliçi dhe Ilir Ali Mehmeti, të cilët do të negociojnë me partitë opozitare për të zgjedhur një kandidat të mundshëm që do të sfitojë Orgerta Manastirliun e PS-s. Unë kam ngarkuar një grup për 3 personash që do të negociojnë me partitë e tjera për emrat. Do të jetë Flamur Noka, Belin Kolliçi dhe Ilir Ali Mehmeti. Do të jenë përfaqësuesit tanë që do të negociojnë me partitë e tjera. Por tani, a më shkon mua që nga një anë të ngarkoj dhe t'u them partive që do negociojmë dhe nga ana tjetër të them emra. Kjo nuk më shkon, tha Berisha.